të jesh tradhtar me Allahun. E po që je tradhtar me Allahun, nuk mund të jesh besnik me askënd. Ndaj dhe pejgamberi i dashur në një tjetër hadith ka thënë dy personave, Zoti as nuk u flet, as nuk tregohet i butë me ta, dhe as nuk e hedh shikimin e tij drejt tyre në ditën e gjykimit. Plaku i moral, lujna Zot, plaku i moral dhe fukaraj mendje madh. Plaku i moral dhe fukaraj mendje madh. Vallë, domethënë nëse njeriu që ka justifikuar në mënyrë kategorike, jo. Por ai i cili akoma dhe më shumë, domethënë është hap shumë më afër varrit, shumë pranë takimit me Allahun, duhet reflektimi të jetë akoma dhe më i madh. Nëse një i ri apo një e re mund të justifikohen nga gjendja, jo të justifikohen, domethënë, por në krahasim me një të moshuar mund të justifikohen nga gjendja e rinisë tyre, ky nuk ka më asnjë lloj justifikimi për të, sepse ky është duke zgjedhur me mbyll dhe jetën e tij në atë formë, ndërsa ne kërkojmë që jetën ta mbyllim ashtu siç e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Pasojat e moralitetit janë të pakrahasueshme, të panumërta, por mjafton thash më kryesori i të gjithave të jesh tradhtar me Allahun. E po që je tradhtar me Allahun, nuk mund të jesh besnik me askënd.